Më gëzon zemra që jemi kaq shumë sot këtu, edhe ta nis fjalimin tim me përvojën e ditës time. Unë nisa një orë para takimit për të ardhur këtu dhe ju e dini që unë brenda Tiranës nuk ka gjë që më shkull nga autobusi. Kështu që deportova të lagjen time pa trotuar, në përgjithësi Tirana është pa trotuar, por lagja ime specifikisht, te kish tregu elektrik, është dora në zemër lagja më pak trotuar në Tiranë, sigurisht në Shqipëri, sigurisht ka përshtypjen edhe në Evropë. Pasi ja dola një këm trotuar, një këm në rrotat e makinës, hypa në autobusin e Unazës, dhe sigurisht fillova të piqesha si të gjithë bashkëpunëtarët e mi, nga vapa se me rritjen e temperaturave këta autobusët që janë parashikuar që të hapin kondicionerin për të kursyer parat në mënyrë që ai oligarku i transportit të bëhet më i pasur, nuk e zbatojnë kontratën, nuk e hapin kondicioner dhe të gjithë aty brenda, udhëtar edhe punonjës digjen nga vapa. Dëgjova një zonjë që ju ankua Fatorinos, ta tha hapini më kondicionerin se vdiqëm, edhe ai ziu ju përgjigj, ju kam qenë mëngjes kështu më zonjë, nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Në fakt ne nuk mund të merremi me njëri tjetrin. Punëtori kundër qytetarit do duhet të bashkoheshim për të treguar vendin atyre që na lën pa të drejta, që nga ajri në autobuse dhe të gjithçka tjetër. Tani sigurisht kur vjen në këtë lagje të hapen syt se thua hapësirë vëllezër, hapësirë motra. A është Tirana kjo në një qytet tjetër? Si ka mundësi që ka ende hapësirë? Mirë po, fati i mirë nuk zgjat shumë në rast se qytetarët nuk i kuptojnë rreziqet dhe nuk organizohen. Sepse nuk dua të bëj Kasandrën, por jam i sigurt, në qoftë se fitojnë zullumqarët e sotëm, ose në qoftë se kthehen zullumqarët e vjetër, kjo hapësirë nuk do ekzistojë më. Një vit më vonë, 2 vite më vonë, 3 vite më vonë, ka për t'i dalë pronari fiktiv fushës aviacionit. E ky pronar fiktiv ka për t'ia dhënë tokën një oligarku, e ky oligark ka për të marrë treqerekun e fondeve nga krimi organizuar, e do të ngrej pallat mbi pallat, e kull për mbi kull. Ju do thoni nuk do guxojnë se kjo është hapësirë publike, nuk do guxojnë, do mendojnë dikush që është çik më optimist, sepse këtu ka shumë njerëz. Mirë po do guxojnë se i keqi po nuk e ndale, i shtohet oreksi e i shtohet guximi. A i dini çfarë po bëjnë në zemër të Tiranës, te stadiumi Selma Stërmati, ngjitur me shkollën e Min Duraku, ngjitur me murin e shkollës, por te muri i shkollës, do ngrejnë një përbindësh prej betoni, do ju zënë qytetarëve dritën, ajrin, do bëjnë që fëmijët të shkojnë në shkollë si në qark, dhe nuk e qajnë kokën fare, kanë filluar ndërtimin. Kanë filluar, shkolla është e sapo ribër, e sapo rikonstruktuar, me fondet bujare të Bashkimit Evropian, edhe asaj shkolle ka për t'ia hequr vlerën, pikërisht sepse do e ngrejnë përmbiçin për betoni. Në qoftë se nuk ngrihemi, ata do ngrejnë mbi kokat tona gjithçka. Ata do ngrejnë jo vetëm kulla, ndërtesat pafundme. Ata do na ndotin ajrin edhe më shumë se sa sot. A e keni vënë re? Patjetër që keni vënë re, a e keni ndjerë në hundët tuaja, në mushkrit tuaja, ajrin e ndotur të qytetit tonë, ajrin e ndotur të Tiranës nga gjithë ato rrugë që janë hapur paralelisht 3 muaj para zgjedhjeve. Nuk ka qytet në botë që mund të përballojë që t'i hapen rrugët, të gjitha rrugët e veta në të njëjtën kohë. E sigurt mos fjaftonin rrugët në çdo lagje, dora në zemër në çdo lagje, janë duke u ngritur 3-4 pallate dhe nuk po flas për kulla, po flas për pallate 8, 9, 10, 12 katëshe. E prapë se prapë njerëzit ikin nga Shqipëria, për këtë dreqin ndërtohen gjithë këto pallate, për këtë dreqin ndërtohen këto pallate ku mbi 51.000 apartamente janë bosh në qytetin e Tiranës. Gjysma e tyre ka qenë bosh pak vite më parë. 51.000 apartamente, shumëzojni për 4, tani që mos dalë dhe unë si ata që s'din bëjnë matematik, del mbi 200.000 vetë mund strehoheshin në këto 51.000 apartamente bosh. Po pse rrin bosh të apartamente? Pse nuk i blen njeri? Pse nuk i jepen me qera? Se nuk ka pronë që rrikot, kujt i intereson? Që janë këta uzurpatorë që kanë interes t'i mbajnë këto apartamente pa i shitur dhe pa i dhënë me qera? U a them unë, janë nga njëra anë antarët e krimit organizuar, ata që pasi bëhen të pasur në mënyrë kriminale, i pasur parat e tyre, duke blerë apartamentin e 10, 20 apo 30, janë oligarkët,
janë oligarkët të cilat pasi ndërtoj, zaptoj një pjesë të apartamenteve me ide që do t'i rritet akoma dhe më shumë vlera. Janë spekulantët të cilat blejnë një mas të madhe apartamentes dhe prap kanë këtë ide. I mbajmë një vit, 2 vjet, 10 vjet, se një dit vlera do t'i rritet. Vlera atyre rritet, po e di çfarë do të thotë kjo, që paga jonë do bëhet gjithje më e pamjaftueshme për të blerë e për t'i marrë me qera këto apartamente. Unë isha në Astir para disa ditësh, edhe u frymësova, më fal, u revoltova, se s'po vinte fjala e duhur, edhe përmenda një thënie që ma morën për keq gazetarët, thash, lëvizja bashkë po erdhin pushtet kriminelve, sigurisht kriminelët do i fusin burg, po para se t'i arri burgu e prokuroria, oligarkëve dhe spekulantëve do t'ua krypin kokën me taksa, do t'i taksojnë fort apartamentet e 10-a, 15-a e 20-a, se nuk ka një mënyrë tjetër. Dora në zemër nuk ka një mënyrë tjetër për t'i bërë të përballueshme apartamentet. Se edhe sikur ne, si që do t'a bëjmë, do t'i shtonin fondet publike për të mbështetur çiftet e reja, në qoftë se nuk ullen çmimet artificialisht larta të apartamenteve të ekzistuese, politika tilla vetë sa do t'i frynin gjithje më tej këto çmime. Por po shtëpia nuk është luks. Po flasim për një nga nevojat më të para, më bazike të njerëzimit. Njeriu ka lindur, njeriu që njohim ne, ka lindur ne themi me përçmim ndonjëherë, po është e vërtet, njeriu ka lindur në shpellë. Mi po shpella nuk është shenja e prapambetjes tonë, por është hapi ynë i parë drejt qytetërimit. Sepse është hera e parë ku ne kuptojmë nevojën që kemi nevojë për streh, kemi nevojë për një vend të ngrohtë, kemi nevojë për zjarrin. Madje në shpellat para historike ka vende të botës, ku në këto shpella ka dhe art, ka dhe pikturat vërtet prehistorike. Mirë, qoftë se njeriu i shpellës e kishte një strem mbi kokën e tij, sot qytetari i Tiranës, sidomos çiftet e reja, të shtresës mesme, punëtorët, po e ndërrojnë një strem mbi kokë dhe nuk e kanë, se nuk të del rroga, sepse çmimet e apartamenteve rriten 2 deri në 3 herë më shpejt se sa paga. Dhe pastaj shtrojnë pyetjen ata që s'kuptojnë, por pse ikin shqiptarët nga Shqipëria? Po sigurisht se ikin nga Shqipëria sa kohë pagat janë kaq të ulta, sa kohë kushtet e punës janë kaq këqija, sa kohë nuk kemi mundësi të organizohemi sindikat se na pushojnë nga puna menjëherë, sa kohë çmimi i banimit është kaq i shtrenjtë. Shqiptarët fatkeqësisht ikin nga vendi i tyre edhe për shkak të shkollës, për shkak të faktit se fëmijët tanë e mbarojnë mësimin në orën 11:30, 12:20 dhe pastaj më thoni mua ku shkojnë. Ua them ku shkojnë fëmijët e mi. Po të më thoni edhe ju ku shkojnë fëmijët tuaj. Në rastin më të mirë kur prindërve u amban xhepi, paguajmë 200 më shumë lekë për fëmijë në një qendër kursesh. Një apartament jashtëzakonisht i ngushtë me një mësues që merr përsipër të edukoj 10 apo 15 fëmijë dhe fëmijët hanë një vakt thjesht ushqim. Në rastet e tjera janë prindrit tanë ata që nuk kanë pleqëri, sepse edhe në pleqërinë e tyre pa pension do duhet bëjnë rolin e edukatorit, po jo për 1 orë në ditë, as për 2 orë në javë, por për ditë nga 4, 5, 6, 7 orë të zëvendësojnë prindrit e vërtet të cilët duhet rrobtohen në punë deri në orën 6 apo deri në orën 7. Çfarë bëjnë vendet e zhvilluara? Vendet e zhvilluara subvencionojnë shkollat publike në mënyrë që nxënësit pas orës mësimit të vazhdojnë që ndrojnë shkollë, me të tjerë mësues të bëjnë detyra, të hanë një vakt të ngrohtë, të bëjnë një kurs sportiv, një kurs artistik, të solidarizohen dhe shoqërohen me njëri tjetrin dhe pastaj kur të vinë prindrit nga puna t'i marrin. Kjo është krejt e përballueshme. Në qoftë se ne rrisim buxhetin për arsimin aq sa e kanë vendet e tjera, Shqipëria jonë është vendi që investon më pak për arsimin, për shëndetësinë, krahasuar me vendet e rajonit dhe vendet e Evropës. Është vendi që vidhet më shumë dhe është vendi që paguan më pak për infrastrukturën që do të përgatis brezat e rinj. Prandaj është shumë e rëndësishme të kemi një politikë vërtet të re, jo si mashtrimet e dikushme, një politikë të kundëzimshme, një politikë të bazuar tek idetë, një politikë ku aktiviste një partie rrin 1 vit e 3 muaj për të hartuar një program
177 faqe që habit madhe të vogël e pastaj vlerësohet nga të gjithë ekspertët. Na quajnë utopist, na quajnë komunist, por shoqatat e biznesit, mbani vesh, shoqatat e biznesit i japin programit lëvizjes bashkë notën më të lartë. Imagjinoni, utopistët të Vojza marrin notën më të lartë nga ekspertët e ekonomisë dhe shoqatat e biznesit për realizueshmërinë e programeve e projekteve tona. Kur ne themi pensioni minimal 21.168 lekë reja, kjo është tërësisht e realizueshme, është vërtetuar që është tërësisht e realizueshme. Kur themi pensioni mesatar nga 18.000 lekë të reja në 33.000 lekë të reja, kjo është plotësisht e realizueshme, nuk e them unë, e thonë ekspertë e pavarur, e thonë ata që nuk na njohin fare e na vlerësojnë për punën tonë, do ta thonë qytetarët e Shqipërisë, e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë me votë në 11 maj, do të habisim njëri tjetrin, do të habisim mbarë Shqipërinë dhe do të hapim një kapitull të ri të madh dhe emancipues në historinë bashkëkohore të Shqipërisë. Ju falenderit shumë.